Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro dhe kryetari i Bashkisë Himar, Vangjel Tavo, kanë parë nga afër ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e plotë të shkollës 9-vjeçare Pano Nikola Meniko në Himar. Punimet në këtë institucion arsimor janë drejt përfundimit, duke ofruar ambiente tërësisht të rikonstruktuara bashkohore për zhvillimin e procesit arsimor. Gjatë vizitës, ministria Kumbaro theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me pushtetin vendor për përmirësimin e infrastrukturës arsimore në të gjithë vendin. Pam nga afër ecurinë e punimeve për rikonstruksionin e plotë të shkollës 9-vjeçare Pano Nikola Meniko, e cila po bëhet gati të hap dyert për nxënësit dhe mësuesit në këtë vit të ri shkollor. Shkolla e rikonstruktuar do t'i ofrojë 115 nxënësve dhe mësuesve ambiente bashkohore dhe moderne për një proces mësimor më cilësor. Bashkë me pushtetin vendor, po bëhemi gati për vitin e ri shkollor, duke realizuar ndërhyrjet e domosdoshme në shkolla nga veriu në jug për t'u siguruar nxënësve tan kushte sa më të mira dhe optimale për të mësuar. Teksa 42 terrene sportive dhe shkolla të reja, me klasa, biblioteka, laboratore, ambiente për aktivitete do hapin dyert në këtë vit të ri shkollor, për mbarvajtjen e procesit mësimor dhe programit, pas shkolle me kushte dinjitoze për çdo nxënës, tha Kumbaro. Pas përfundimit të investimit, rreth 115 nxënës dhe mësues do kenë në dispozicion kushte më të mira për zhvillimin e mësimit, ndërsa investimi në shkolla dhe kopshte do të shërbejë në total më shumë se 115 fëmijëve, nxënësve, mësuesve dhe edukatorëve të qytetit Himar.